Më vjen keq sepse në një farë forme tash kur Lidhja Demokratike e Kosovës është e shtrirë dhe ne flasim për të, më vjen keq sepse Lidhja Demokratike është një prej partive të cilat janë shtetformuese dhe ka dhënë kontribut për ndërtimin e shtetit dhe institucioneve. Po leadershipi i saj duhet të reflektoj jashtëzakonisht shumë, siç duhet të reflektoj edhe leadershipi i Partisë Demokratike të Kosovës. Këto dy parti politike duhet ta kenë të qartë, e sidomos Partia Demokratike e Kosovës, duhet ta ketë të qartë që elektorati, qytetari i Kosovës, nga Partia Demokratike e Kosovës, pret që të ofroj figura të reja në strukturat e saj organizative. Ne jemi dëshmitar të asaj që nga ky rezultat zgjedhor ka ndalur personalitetet e reja më të votuara nga lista e Partisë Demokratike të Kosovës. Pra çfarë po kërkon elektorati i Kosovës? Elektorati i Kosovës po i thot Partisë Demokratike të Kosovës, ndrysho qasje, ofro njerëz të rinj, struktura të reja, njerëz organizativ, profesionist, me gjithë respektin për secilin që ka dhënë kontributin për Partinë Demokratike të Kosovës, sepse normalisht në Partinë Demokratike ti nuk mundesh me anashkalu figurat e rëndësishme të partisë. Por krijo hapësirë për njerëzit e ri, për strukturat e reja, që pjesa dërmuese e votave të Partisë Demokratike të Kosovës kanë shku për djemt dhe vajzat e reja në këto zgjedhje. Mos harrojmë, Arjan Tahiri, Arben Mustafa, Përparim Gruda, Adnan Thaçi, Sala Jashari, Kosovare Morseli, personalitetet të reja të Partisë Demokratike të Kosovës kanë marrë vota në numër të madh. Dhe elektorati qytetari i Kosovës, Partisë Demokratike, po i thot qartazi me vot, ndrysho qasje në strukturë, në organizim. Përkundër Lidhjes Demokratike të Kosovës, e cila duhet të urgjent që të reflektojnë në leadershipin e saj. Për ndryshe, nëse Lidhja Demokratike e Kosovës vazhdon me këtë qasje injoruse ndaj strukturave të saj, ndaj gjendjes në të cilin e ka dhe nuk e pranon realitetin në të cilin është thelluar kjo parti politike, gjendja e saj do të jetë ende shumë më e rënduar. Po, Argjend duhet pyes